Mirëmëngjes Lili, dhe në fakt krahas kësaj pritet të jetë edhe një nga pikat, le themi, më të debatueshme kjo, për shkak se vlen të theksohen edhe qëndrimet e kundërta të dy palëve, si të Partisë Demokratike apo opozitës në tërësi, ashtu edhe të Partisë Socialiste dhe majorancës aktuale. Kjo për shkak të, le themi, se në mbledhjen ndërqeveritare Partia Demokratike u shpreh që raporti që është miratuar paraprakisht ishte një raport që shkonte le themi në të njëjtën frymë me ato të propozimet apo sugjerimet e Partisë Demokratike, si dhe me kritikat e kësaj të fundit ndaj situatës politike në vend, ndaj korrupsionit, sundimit ligjit dhe jo vetëm. Kësaj pritet që pikërisht kjo pika e parë e rendit të ditës të mund të hajë sërish debate dhe të marrë kohë për të diskutuar nga ana e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Krahas kësaj vlen të theksohet që janë edhe një sër pikash të tjera në rendin e ditës. Janë 3 interpelanca, të cilat po ashtu do të kenë vëmendjen e tyre, të cilat dhe do të marrin patjetër kohën dhe diskutimet e nevojshme. Vlet të theksohet është një interpelanca e para në rendin e ditës me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale zonjën Evi Sala, interpelancë kjo e cila është kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe nise dhe lidhet me sistemin e shëndetësisë, lidhet me le themi digitalizimin e këtij sistemi, mungesën sipas Partisë Demokratike të një sër barnash, por edhe kushtesh minimale që duhet të ishin në sistemin shëndetësor të Shqipërisë dhe një sër të tjerash problematikash që pritet të diskutohet apo edhe të debatohen ditën e sotme. Nga ana tjetër, krahas kësaj interpelance, është edhe interpelanca me zëvendës kryeministren Albana Koçiu, e kërkuar nga zoti Braçe. Kjo interpelancë në vetvete përmban të gjitha shqetësimet përsa i përket legalizimeve apo pronave, përsa i përket 2 zonave në cilën zoti Braçe, deputeti socialist, është edhe përgjegjës apo deputet i zgjedhur nga këto zona. Dhe kësaj do duhet që apo le themi pritet që të ketë përgjigjen e zëvendës kryeministres se ku kanë mbetur dhe si do të vijojë procesi i legalizimeve përsa i përket këtyre zonave të cilat mbulon deputeti Braçe. Nga ana tjetër, interpelanca e radhës është e kërkuar me ministrin e Kulturës